Kape pyetjen, trajtove gjën më ma tha Erioni ta bëj këtë gjë edhe prandaj. Po. Plus i thash fare tha. Po ta vëm re, me thënë, në raport edhe me unë flas për brezin tim. Dikur i gëzonim shumë, ndoshta dinim ta çmonim dhe dhuratën që merrnim, ndërsa tani të paturit me shumicë dhe të shpeshta ka humbur sensin dhe dhurata dhe pjesa materiale është bërë shumë konsumatore gjëja dhe dhuratave, shoh ke fëmijët. Kemi të gjithë një për kushurin që e merr atë gjën për momentin. 10 sekonda. Por nuk surprizohen më që po i bën dhuratë, e di ai që ti do t'i bësh dhuratë, kupton? Jo, është ai lekut që ka humb vlerën. Po jo, se leku po sasia e tepër të zhbën interesin. Ne qasemi tek pjesa e edukimit, mënyra se si jemi pak abuziv, sa qymë që t'ja plotësojmë fëmijës të gjitha gjërat, dhe harrojmë që ato edhe atë që tha Albana, që e gjithë festa është një gënjeshtër, sepse me qënë se babagjyshi nuk ekziston dhe ka nisur si një gënjeshtër, ndoshta dhe ne këtë tis magjie që është blesur e gjithë festa, është kështu si utim, si kur shkon aty ka ato piramidat e Egjiptit që të hedhin hi syve ata sybardhët, e kupton? Është një shpresë e madhe që diçka e mirë do vi, do ndodhe dhe ti do bësh një njeri më i mirë. Po ti një njeri më i mirë bëhesh në atë moment që vendos ti. Në atë minutë që ti e mendon, vepron, sepse nuk mund të jetë mirësia edhe veprimet e larta edhe përmirësuese për veten tënde, por dhe për komunitetin me afat kohor. Do bëhem në janar, nuk përcaktohet në këtë formë mendoj. Nëse i vendos safate apo limite mirësisë dhe asaj që ti do bësh, e zhbën. Pra edhe kur i ngrem ato dollit që themi dëgjot, kishe mami, do bësh më mirë këtë vit, ë? Duhet ndaj diçka.